Historiografia ballkanike e shekullit 20 e ka interpretuar dhe propaganduar fillimisht departimin e me pas edhe praninë e perandorisë osmane në rajon, përmes një optike të ngarkuar ideologjikisht, shpesh të ndikuar nga diskurse slavo-komuniste dhe nacionaliste, të mbështetura në skema historiografike të përgatitura nga akademitë e kohës, veçanërisht nga ato në ndikimin slav. Këto qasje, të cilat më tepër ishin të lidhura me nevojat e brendshme politike dhe projektet e konsolidimit të identiteteve kombëtare, sesa me analizën kritike të burimeve, e paraqitën sundimin osman si një pushtim të huaj e shtypës, duke reduktuar proceset komplekse të ndërveprimit ndërmjet popullsisë vendese dhe administratës osmane në një histori lineare, të njëtrajtshme dhe krejtësisht e njëanshme. Një histori ku gjithçka islame shihet thjesht si e huaj dhe e imponuar. Ky lexim ideologjik i së kaluarës u bë pjesë e një modeli të gjerë rajonal, përmes të cilit periudha osmane u shfrytëzua si instrument politik dhe jo si objekt shkencor. Edhe historiografia shqiptare nuk mbeti jashtë këtij modeli. Megjithse shqiptarët bashkëjetuan për shekuj me radhë me realitetin e perandorisë osmane, qasja akademike e periudhës komuniste shpesh riprodhoi skemat dhe tezat e gatshme të huazuara nga fqinjet ballkanik. Osmanet u shfaqen kryesisht si pengesë për zhvillimin kombëtar, ndërsa konvertimet në islam u interpretuan pothuajse vetëm si rezultat i dhunës dhe shtypjes, pa marrë parasysh dimensionet sociale, ekonomike dhe ligjore që shoqëronin këto procese. Në këtë mënyrë, trashëgimia osmane u instrumentalizua për të përforcuar idenë e një identiteti të vetëm etnokulturor, duke anashkaluar kompleksitetin dhe shumë planësinë historike. Pikrisht në këtë kontekst, botimin e shqip i veprës së akademikut bullgar Anton Minkov, konvertimin e islam në Ballkan, peticionet e kisve bahase dhe jeta shoqërore osmane në 1670-1730, nafton për një rishikim të thellë të paradigmave të trashëguara. Duke u mbështetur në një korpus të pasur burimesh arkivore, peticionet të njohura si kisve bahase, autori hap një fushë studimi që deri më sot ka qenë pothuajse e anashkaluar. Ai e trajton konvertimin e islam jo si mit ideologjik, por si proces historik të mbështetur në dokumente ndërlidhur me faktor ekonomik, juridik e shoqëror, dhe vetëm në disa raste me elemente thjesht fetare. Me këtë, libri i Minkovit paraqet një korrigjim të rëndësishëm paradigmatik për studimet ballkanike. Botimin e shqip i kësaj vepre, fal nismës së shtëpisë botuese Dituria Islame, përbën një kontribut të çmuar për studimet historike shqiptare dhe ato ballkanike. Ai ju jep lexuesve, studiuesve dhe studentëve një mundësi të rrallë për të njohur me një qasje të re, objektive dhe të dokumentuar mbi periudhën osmane dhe proceset e konvertimit në islam. Ky botim plotson një boshllëk të dukshëm në literaturën shqipe dhe njëkohësisht dafton drejt një rishikimi të pjekur e të matur të së kaluarës, të çliruar nga kufizimet ideologjike. Vepra e Minkovit është ndërtuar mbi një strukturë të qartë dhe e udhëheq lexuesin nga analiza e historiografisë së mëparshme deri te shqyrtimi i detajuar i burimeve arkivore. Libri hapet me parathënien dhe hyrjen, ku autori sqaron arsyet e kësaj teme dhe nënvizon rëndësinë e saj për studimet osmane dhe ballkanike. Ai evidenton kufizimet e qasjes historiografike të shekullit 20, e cila shpesh ishte ngarkuar me ideologji dhe pak e mbështetur në dokumente. Në vijim, autori paraqet kornizën konceptuale dhe historiografike ku analizon në mënyrë kritike traditën e studimeve mbi islamin në Ballkan, duke argumentuar se shumica e tyre janë mbështetur në interpretime ideologjike, jo në burime të drejtpërdrejta, këtu që ndron risia e tij kryesore, studimi i konvertimeve përmes analizës së dokumenteve arkivore, përkatësisht peticioneve kisve bahase. Kapitulli për kontekstin osman të viteve 1670-1730 shpjegon funksionimin e shtetit osman, pozitën juridike të jo muslimanëve, statusin e dhimmive, detyrimet e tyre fiskale dhe kuadrin ligjor të konvertimit. Ky shpjegim u ofron lexuesve një fond të domosdoshëm njohurish për të kuptuar burimet e trajtuara në vijim. Në qendër të librit qëndron kapitulli mbi peticionet e taksës së kisve bahase. Këtu autori analizon dokumentet arkivore,
mënyrën e artimit të peticioneve, në nënshkruesit, kërkesat dhe arsyetimet e tyre. Përmes këtyre burimeve, autori Minkov arrin të rindërtoj një panoramë të gjallë të përvojave individuale dhe komunitare të atyre që kërkonin të pranorin islamin. Kjo pjesë përben kontributin më origjinal të studimit. Me tej, autori zbërthen faktoret që çonin drejt konvertimit. Ai argumenton se ky proces ishte shumë planesh, indikuar nga motivet ekonomike, shmangja e taksave, juridike, privilegjet e muslimanëve, sociale, mobiliteti dhe siguria dhe her pas here edhe ato fetare. Ky interpretim e zhvendos debatin nga diskursi ideologjik drejt një analize të ekuilibruar dhe të dokumentuar shkencërisht. Libri mbyllet me konkluzione që nënvizojnë se konvertimi në islam në Ballkan nuk ishte proces i njëtrajtshëm apo i njëkashëm, por një fenomen kompleks që ndërthur të faktor individual dhe shtetëror. Këtu, Minkovi sfidon interpretimet e mëparshme dhe vendos përhapjen e islamit në një kuadër më të plotë e më shkencor. Vepra Anton Minkovit jo vetëm që sfidon stereotipat e historiografisë ballkanike dhe asaj shqiptare, por kontribuon në ndërtimin e një metodologjie të re shkencore, ku historia e perandorisë osmane në Ballkan analizohet përmes burimeve parsore dhe kritikës akademike. Prandaj botimin e gjuhën shqipe e kësaj vepre do t'i shërbejë ndriçimit të historisë së islamit ndër shqiptarët dhe popujt e tjerë të rajonit. Për studiuesit dhe studentët e historisë, libri është një ndihmës e çmuar dhe një pikë orientuese që nxit çësje objektive dhe të paanshme. Jemi të bindur se kjo vepër duhet të përfshihet në kurrikulen e fakulteteve që trajtojnë lëndet e historisë dhe qytetërimit, por ajo i shërben njësoj mirë edhe publikut të gjerë, si një burim me vlerë për njohjen e historisë sonë të përbashkët. Kjo vepër përputhet në mënyrë të shkëlqyer me kohën në cilën jetojmë, një kohë që na kërkon të kthehemi te burimet, të rishikojmë narrativat dhe të ndërtojmë njohuri mbi bazën e fakteve e jo të paragjykimeve. Në përmbyllje, dëshiroj të theksoj 2 konsiderata të rëndësishme. Së pari, mirënjohja ime e sinqertë shkon për autorin akademikun Anton Minkov për këtë kontribut të çmuar në ndriçimin e historisë rajonale ballkanike. Së dyti, një falënderim i veçantë i takon botuesit, Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës dhe Shtëpisë Botuese Dituria Islame për botimin dinjitos të kësaj vepre dhe për pasurimin e bibliotekës sonë me një libër me vlerë të jashtëzakonshme. Kontributi i tyre në ngritjen e kapaciteteve dhe rezultateve studimore është shembull për t'u marrë si model. Ju falenderoj për durimin.